Fillon nga e para me Boni Sala. Në rast se ti do të merrje parasysh fajet, o Zot, kush mund të të rezistonte? Por te ti ka falje, me qëllim që të kenë frikë prej teje. Shumë njerëz të ndryshëm në Bibël i pranuan mëkatet e tyre, por njëri prej tyre, i quajtur David, ishte unik në mënyrën e tij kur tha: "Kam mëkatuar shumë." A ishte Davidi më keq se të tjerët? Jo domosdoshmërisht, por mëkatet e Davidit dhe pendimi i tij mund të na japin njohuri për rëndësinë e procesit të faljes. Një herë Davidi kërkoi që të sillnin një grua që lahej dhe ai e la shtatzan, edhe pse Davidi e dinte se ajo ishte e martuar. Pastaj Davidi vrau burrin e saj dhe e mori atë për grua, por shumë shpejt u dënua sepse ajo që bëri ishte mëkat, jo vetëm kundër gruas dhe burrit të saj, por kundër Zotit. Hapi i parë i Davidit ishte pranimi i dështimit të tij personal. Më pas Davidi i kërkoi falje Perëndis. Ai bërtiti: "O Zot, ki mëshirë për mua, ma shëro shpirtin sepse kam mëkatuar kundër teje." Vini re se kur Davidi kërkoi falje, ai gjithashtu kërkoi shërim. Ne pranojmë se Perëndia është i mëshirshëm ndaj nesh, por shpesh falja e vetvetes mund të jetë një pengesë për shërimin. Një hap i tretë i rëndësishëm është kërkimi i restaurimit. Bashkëpunoni me Perëndin për të sjellë shërim në jetën tuaj dhe të atyre që keni lënduar. Bëni gjithçka në fuqinë tuaj për të lehtësuar shërimin e atyre ndaj të cilëve mëkatuat, dhe dorëzoni urrëtitjen tuaj për veten tek Perëndia. Mëkatet shkatrojnë lidhjet me ata që duam, por falja e Perëndis na lejon të restaurojmë lidhjen me Perëndin dhe të tjerët, si dhe të marrim shërim personal. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.